Me fonde të grumbulluara nga afarizë dhe donatorë të ndryshëm, në galambrëmjen humanitare të organizuar një vit më parë, Komuna Ferizajt përuroi 2 shtëpi të ndërtuara për raste sociale. Kësaj radhe, me kun mbi kokë, u bën familja Tërshani në Ferizaj dhe ajo Ibrahimi në fshatin Dardani. Pasi që i mori qelsat e shtëpisë së re, ku do t'jetoj tash e tutje me 4 anëtar të familjes, kryefamiljari Blerim Tërshani u shpreh se ky investim do t'ja përmirësoj dukshëm jetesën, edhe pse gjendja e vështirë ekonomike vazhdon të jetë sfidë për familjen e tij. Kom jetuar shumë katastrofë, po deshti Zoti, ju falenderoj shumë kryetarit Marram Saças, drejtorit Burim Karametës, Liria Sylës, të i besimit, sigurim që përna, kejve, këto që më kanë i muaj. Vish një dhumë e kom pos, që ata e kom pos kuzhinë, që ata dhumë e kom pos, banjo hes kom pos, jashtë jam la. Si unë, si shoqja, si fëmija, borë, shi, shemëll jashtë. Një shtëpi tash janë ndërtuar, po gjendja ekonomike çu vazhdon ta ketë familja jote, a punon ti dikon apo? Po nërë si jam to po nuk kërkon. Sa? Se s'po ko. Po kërkoni punë që ta bëj? Po unë po kërkoj, po si cili për merr ata vetë. Se më konë që unë nuk zgjidhe punë. I kënaqur dhe falenderues për shtëpinë e ndërtuar u shpreh edhe kryefamiljari i familjes Nebi Ibrahimi. Ky banor i fshatit Dardani thotë se me të ardhurat e familjes asnjëherë nuk do të mund të ndërtonte shtëpi. Po kushtet janë konë bajake të shtira, se na kem qenë, unë i kam 5 djemë, nuk kemi pas banim posat shumë për të gjithë, ashtu që jo konë gjendja shumë e shtirë. Po në spari faleminderoj Allahin, tani faleminderoj kryetarin me bashkëpunëtorët e vet, e faleminderoj shumë, edhe i faleminderoj firmat tona që kanë kontribuën, edhe jam i kënaqur, tash nuk po muj edhe mos shpreh. Me kënë kemi jetu? Kam jetu me djalin e tretë, me grua, me 2 fëmijë edhe me shoqën. Jam i kënaqur pa mos. Nuk po muj edhe mos shpreh sa, po është kënaqësi, ju prifte mora, kryetarit me bashkëpunëtorët e vet, i lumt, edhe në të këqyrin se ka njerëz që kanë nevojë, t'i ndihmojnë, t'i strehojnë, se bashkarisht do me jetuën që si ka hije. Ndërkaq, i pari komunës së Ferizajt, i cili sot bashkëndjeu gëzimin e këtyre familjeve përfituese, tha se ndihma e njerëzve solidar ka bërë që pushteti të participojë në këto projekte kapitale. Sfarqa njoftoi se në kuletën e komunës janë diku rreth 65.000 euro që presin për ndonjë shtëpi tjetër. Unë shpresoj që në kontratën kornizë që e kemi do të ketë akoma më shumë të tillë që do të përfitojnë, sepse nuk po ngarendin donacionet që vijnë nga afarestet e fuqishëm, jo vetëm nga komuna e Ferizajt, por edhe nga ata që vijnë nga diaspora jonë e fuqishme. Ne kemi edhe 65.000 euro që presin të realizohen, por kemi një donacion i cili është nga Zvicra, por që i kemi njohur të drejtën që ai ta përzgjedh nga lista prioritare jonë, dikën që mendon që është më me prioritet, për shkak të krijimit të përshtypjes që ne nuk dëshirojmë si komunë të ndërhyjmë në përzgjedhjen e atyre që japin për shembull mbi 50% për ndërtimin e shtëpive. Nga aksioni për ndërtimin e shtëpive solidare, pushteti lokal synon që deri në fund të vitit të ndërtojë diku 25 shtëpi, ndërkaq ftesa për vullnetmirët që të participojnë me 50% të vlerës po vazhdon edhe më tutje.